mos në kohë, në mëshirën tënde që ne të adhurojmë. Bishatët e të imumit të kustit të dëgjon nga Imamu se. Bismillahirrahmanirrahim. Shatët e të imumit që janë tre. Ato janë e para, bërja e jetit e dita. Më duan një të pasur në një objet në dhe për kërë përfitim. E treta, përsëri më duan një të pasur në një objet në dhe me dorën e vajtë për kërë krahun e gjatë, ose me dorën e gjatë për kërë krahun e vajtë. Shatët e kustit janë tre. Ato janë e para, shpëlarja e buhet dhe në fyt gara, e dita, shpëlarja e buhet dhe në kontesa në barjer, e treta, larja o shpëlarja e tre trupë në samet të asë pjesë e balarë. Të dëgjonë një pëzri, arpëria ju e jemine, të situat nga kjo të salim. Bismillahirrahmanirrahim. Arpëria ju e jemine, për të tanë të dashë, Allah e më shirof, për kohë në shpërin, në stërlistë të mirësi, në dukone për të tanë, ashtë të Kur'ani si mësën, me palistë me të turi, si bashkë të kemi në turi. Arpëria ju e jemine, në thonë që në të kemi fe, mos të lene dhe të zjedë, se rrugëve në të bredi, në zemre tonë në përlimanin, në mësërë të tonë në anë, në rafenë në shpeshtë për gavet, në mësërë të tonë të tjerë. Nuk kërkoj pallatin në ndërtoni, as me dasë në të mëllet në amartoni, nuk kërkoj për e shpasuri, në mësërë të tonë të madhin për ati, për unë të mërë të kërkoni, nuk të një përshënemi të shpëtoni. Arpëria ju a jemine, në të mësë në rëzoni në fejë. Arsimi se një të këndori në shetë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان فأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Gjamia është vend i badet, dhe shenjë musliman në rolin e gjamiës dhe të në flasë të me në dalë. Gjamia, kur Muhamedi alayhis salam u shpërngul prej Mekës në Medinë me një herë ndërtoi xhame dhe se mendoi bashkësinë islame. Gjamia është faltore dhe shkolla e muslimanëve. Çdo musliman duhet të kujdeset të ndalojë xhaminë e vet. Gjamia ka imam, muezin dhe muteveliu. Imami e udhëhet xhamatin në namaz dhe muslimet fetare. Muezini e shpall kohën e namazit ndërsa muteveliu kujdeset për përbajtjen e pasurinë. Gjamia ka minare këtë me të qirë. Allahu të lëshanë në në Kur'an thotë, dhe që vërtet gjamiët janë për të adhuruar Allahu, e mos të adhuroni nëse as tjetër pa Allahu. Ka namazet të cilat falën vetmas, por falën edhe me bashkërisht, me gjëman. Për regullat e falës e namazet në gjëman, në flasë bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gjemati të falit bashkërisht. Namaz farz mund të falit bashkërisht me të tjerë gjemat, dërsa namazin sunet falit vetëm. Të falit dhe namazin bashkë me imamin shumë gjemat. Të cili gjemat ka imamin e vetë të veti, u dhejt dhe mëzi. Dhe të falurit në gjemat, imamit të kërë për para, gjemati i dhe Bismillahirrahmanirrahim.
ثم الرحم فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارون على ما يرى لقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندنا جنة المأوى يغشى سدرة ما يغشى صدق الله العظيم. Professore e Gani, per tutto il loro lavoro. الله